Kryetari i Rilinjës Demokratike Kombëtare Rufi Osmani në konferencën e sotme për shtyp ka drejtuar akuza të ashpra ndaj kreut aktual të Gostivarit Nevzat Bejta. Sipas Osmanit, Bejta që në ditët e para të mandatit të tij manifeston arrogancën e papar duke shkelur në mënyrë flagrante të gjitha normat juridike dhe etike. Në ditën e parë të punës së tij, ai ofendoi dhe kërcënoi të gjithë të punësuarit në administratën e komunës që nuk janë antar të BDI-s, duke i kërcënuar për largim nga puna në mënyrë jo ligjore, ka deklaruar Osmani. Por i shpejt ka qenë reagimi kreut aktual Nevzat Bejta, i cili ka vendosur sot e tutje të mos merret me ish kryetari. Kryetari në ikje vazhdon ashtu siç vepronte në aktivitetet parazgjedhore, me rena, shpifje, ofendime, dhe unë kam thënë se nuk do të merrem me të. Ai sërish mashtron, nuk është larguar asnjë punëtor të cilët janë pusuar ashtu siç e kërkon ligji, por ata të cilët kanë qenë me kontratë dhe me vendime të qeverisë. Afati i kontratave u ka përfunduar, ka deklaruar Bejta. Sipas tij, Osmani ka lënë në gjendje të rëndë ndërmarrjet publike, sikur është higjiena komunale. Maqedonia është ranguar e 73-ta nga gjithsej 165 vende në indeksin për demokraci të revistës prestigjioze dhe Economist. Vendi ynë është më mirë i ranguar në rajon se Mali Zi, Shqipëria dhe Bosnia Hercegovina, por më keq se Serbia, Bullgaria, Kroacia, Greqia dhe Slovenia. Ajo që bie në sy në këtë listë është se madje shtetet si Papua Guinea e Re, Mongolia dhe Zambia janë më të mirë të ranguara se vendi ynë. Maqedonia ka marrë notën 6.16 nga maksimalja 10 për procesin zgjedhor. Vendi ynë ka marrë notën 7.75 për funksionimin e qeverisë, 4/64 për pjesëmarrje politike, 6/11 për kulturën politike, 4/38, kurse për liritë qytetare 7/94. Në majën e listës së vendeve më demokratike janë Norvegjia, Suedia dhe Islanda. Policia e Maqedonisë ka filluar një aksion të gjerë policor ku jo zyrtarisht mësohet se deri më tani është arrestuar ish drejtori i drejtorisë për siguri dhe kundër zbulim të Maqedonisë. Gjithashtu mësohet se janë arrestuar edhe 2 avokatë dhe disa qytetarë. Aksioni i policisë ka filluar mbrëm vonë pas mesnate dhe deri më tani nuk dihet nëse ky aksion po vazhdon vetëm në Shkup apo edhe në qytete tjera. Jo zyrtarisht mësohet se personat e arrestuar kanë qenë të dyshuar për manipulime financiare me shtetas të huaj nga Slovenia, por nga MPB theksojnë se pasi të përfundoj aksioni, gjatë ditës së sotme do të kenë informata më të hollësishme. Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame Sulejman Efendi Rexhepi ka qëndruar për një vizitë pune në Çorum të Turqisë. I shoqëruar nga sekretari i përgjithshëm Afrim Efendi Tahiri, krye i institucionit fetar ka takuar kryetarin e Çorumit Muzafer Kylcu, por dhe me kryebashkiakun guvernator Valiun e Çorumit Sabri Baskoj dhe Miftijun Mehmet Ashik. Pas takimeve zyrtare, Efendi Rexhepi ka marrë pjesë në promovimin e 2 albumeve Ilahi nga Ballkani, një prodhim i përbashkët i BFI-së së Maqedonisë dhe Ministrisë së Kulturës së Turqisë. Kontributi i shtetit Osman ka qenë i pakontestueshëm, andaj në të gjithë ato vlera do t'i ruajmë dhe kultivojmë edhe më tej. Një rrugë të tillë po e realizon edhe kreu i shtetit aktual turk në krye me presidentin Abdullah Gül, kryeministrin Recep Tayyip Erdogan dhe kabinetin e tij. Andaj dhënd Allahu që kjo strukturë eminente të kontribojë edhe më tej në vendin tuaj dhe më gjerë përfshir këtu edhe Ballkanin. Nëse Republika e Turqisë është e fortë, po aq të fortë do të jemi edhe ne në Ballkan, ka deklaruar Rexhepi. Kuvendi i Maqedonisë miratoi sot propozim vendimin për dërgimin e pjesëtarëve të ARM-s në operacionin paqësor të Bashkimit Evropian në Bosnjë-Hercegovinë, EUFOR Altea. Në drejtim të thellimit të bashkëpunimit edhe kontributi i vendit për operacionin paqësor i udhëhequr nga Bashkimi Evropian, Maqedonisë vazhdon në këtë mënyrë pjesëmarrje në EUFOR Altea. Bashkë me kontingjentin e ushtarëve do të dërgohet edhe një ekip mjekësor në përbërje të 10 antarëve të armatës dhe një oficer këshilltar juridik për punë në komandën e EUFOR-it. Pjesëtarët e ARM-s do të dërgohet në periudhën prej 6 muajsh nga fillimi i muajit maj të vitit 2013, kur është rotacioni i parë vjetor, dhe nga nëntori i vitit 2013, kur është rotacioni i dytë vjetor. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi të njëjtën do të dërgojë një letër 27 vendeve anëtare të BE-s, ku do t'i njoftojë se Kosova ishte e gatshme për të pranuar marrëveshjen me Serbinë të paraqitur nga kryediplomatja evropiane Catherine Ashton, por se atë e ka refuzuar Serbia. Kryeministri bëri njoftimin pas përfundimit të raundit të 9 të bisedimeve me Serbinë, të cilat përfunduan në mesnat pa rezultat.
Shefi i ekzekutivit të vendit Hashim Thaçi tha se sot gjatë ditës do të dërgojë letër të gjithë vendeve anëtare të BE-s, ku do të bëjë të ditur qëndrimin e qeverisë së Republikës së Kosovës dhe gatishmërinë e saj për të arritur marrëveshje për normalizim të marrëdhënieve me Serbinë, raporton RTK. Ndërmjetësja në këto bisedime, shefja e diplomacisë së BE-s, Catherine Ashton, tha pas takimit se palëve u është dhënë edhe një mundësi që të shqyrtojnë propozimin e bërë dhe të marrin vendimin në interes të dyja vendeve. Ndërkohë, kryeministri serb Ivica Dačić ka thënë se propozimet e bëra nga baronesha Ashton e që kanë qenë të përmbledhura në 15 pika kanë qenë më të pranueshme për Beogradin, por ka qenë Prishtina ajo që, sipas tij, ka penguar marrëveshjen. Thaçi ka refuzuar propozimin, përkatësisht ka dashur të lidhë zgjidhjen e çështjes së policisë me një pikë të re, me të cilën të dyja palët obligohen të mos e bllokojnë njëra tjetrën në organizata ndërkombëtare, ka thënë Dačić. Pranimi i kësaj pike, sipas tij, do të nënkumtonte njohjen e pavarësisë së Kosovës nga ana e Serbisë, për çka ai është shprehur se nuk do të ndodhë.